Blokada e kompanive të transportit ndërkombëtar edhe sot po vazhdon në Republikën e Serbisë, ku 10 kamion kanë bllokuar terminalet doganore më të frekuentuarat me Serbinë dhe shtetet e rajonit, gjë që po vlerësohet një dëm shumë i madh prej 100 deri 150 milion eurove në ditë. Pra 100 deri 150 milion euro llogaritet dëmi që shkaktohet shtetit serb që vjen nga kjo blokadë. Respektivisht i shkaktohet kompanive serbe të cilat mirën me transport ndërkombëtar. Këtë e ka thënë edhe Marko Çades, kryetari i Odës Ekonomike Serbe, si dhe Filip Simonović, kryetari i Dhomës së Tregtisë gjermano-serbe, sot gjatë një vizite në Batrovci me kufi me Kroacinë. Ai që të dytë kanë thënë se dëmi është jashtëzakonisht i madh dhe duhet të gjehet një zgjidhje sa i përket transportuesve ndërkombëtar, me që sipas rregullave EES, Enter Exit System, transportuesit serb dhe gjithë ata të rajonit do të kenë mundësi që të qëndrojnë rreth 90 ditë vetëm në shtetet e Bashkimit Evropian, e jo sa po kërkojnë ata rreth 180 ditëve. Po, a ka pasur ndonjë reagim direkt nga qeveria, jo nga Oda Ekonomike, përveç pra institucioneve të cilat përfaqësojnë bizneset, ka pasur reagim edhe nga niveli qendror? Jo, deri më tani jo, vetëm se është parë zëvendës kryeministri Maqedonas dje në pikalimin në Plac, ku i ka mbështetur protestuesit dhe i ka deklaruar se kërkesat e tyre janë legjitime dhe se ato duhet të aprovohen nga Komisioni Evropian dhe shtetet e Bashkimit Evropian.